Përshëndetje miq të FSHTV, mirë se vini në shtëpinë e futbollit, ku si çdo të mërkur takohemi për të folur për të rejat më të fundit të futbollit në vend, por sigurisht duke diskutuar edhe tema të tjera që kanë të bëjnë me lojtarët e kombëtares, evente të rëndësishme të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe më gjërë. Sot kam kënaqësinë të kem të ftuar antaren e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit, Anila Basha. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe duke qenë se është hera jote e parë në fakt në FSHTV, më thuaj pak impresionet e para si të duket gjithë ky investim i Federatës Shqiptare të Futbollit. Më vjen mirë që ne kemi ecur me ritme të shpejta, të themi, për të ngritur këtë infrastrukturë që është kaq e domosdoshme, se në fund fare ne jemi një prodhues shumë i madh informacioni brenda komunitetit të futbollit dhe veçanërisht të Federatës Shqiptare të Futbollit, por kishim gjetur ato format tona tradicionale të dhënies së informacionit, qoftë në komunikim me gazetarët apo nëpërmjet rrjeteve sociale apo webit ton. Dalja e një televizioni, e një ekrani, e një platforme të tillë i jep rëndësi jo vetëm produktit që ne kemi, por na jep edhe ne mundësi ta shikojmë më mirë veten, për të parë kush janë anët tona të mira dhe çfarë duhet të korrigjojmë edhe në raport me të tjerët, padyshim që na bëjnë konkurrencë. Megjithatë, them që është iniciativë shumë e mirë, ne do ta pasurojmë kohë pas kohe gjatë këtyre 4 viteve, pra sidomos 2 viteve fundit, edhe në Komitetin Ekzekutiv kemi diskutuar shpesh për projektet veçanta për FSHTV dhe shpresoj që në 4 vjeçarin e ardhshëm të bëjmë akoma më shumë për të arritur qoftë në cilësi, qoftë në standard, për të hapur dyert tona për shumë zëra brenda komunitetit ton dhe jo vetëm. Patjetër që po. Ndërkohë po ashtu për herë të parë në FSHTV, Igli Mumajesi, drejtori teknik i Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë. Mirë se erdhe Igli. Mirë se u gjeta. Ndërkohë dhe Florian Riza si i përhershëm në studion ton. Përshëndetje Flori. Përshëndetje. Fillimisht si gjithmonë bëjmë një pasqyrim të performancave të legionarëve, lojtarët shqiptarë të cilët në fakt duket sikur kanë krijuar momentalisht, do të fokusohemi tek disa prej tyre të cilët janë transferuar dhe së fundmi në Turqi, duket sikur kemi krijuar një lloj, po themi, grupi shqiptarësh në kampionatin turk me kalimin e Kristian Aslanit tek skuadra e Beşiktaşit, po ashtu edhe te Rey Manajt me Sivasspor, një rikthim i tij në fakt tek një skuadër që ku ai pati goxha sukses. Fillimisht fokusohemi pak tek Kristian Aslani, një mesfushor shumë i rëndësishëm i kombëtarëve shqiptarë, gjithmonë titular me ekipin e Silvinjos. Pas kalimit tek Beşiktaşa, in fakt u inkuadrua që në ndeshjen e parë me skuadrën, duke u bërë deciziv që në minutat e para që ai luajti, por në fakt duket sikur nuk shkoi dhe shumë mirë në vijim, duke qenë se pasi dha një asist, më pas u dëshkua me kartonin e kuq. Igli, si e ke parë këtë transferimin e Aslanit tek kampionati turk? Transferimi i Aslanit ka 2 pika shumë të rëndësishme, në radh parë për vetë lojtarin, i cili është një hap shumë të rëndësishëm karrierës tij dhe shpreson të rimëkëmbë atë pak pjesë të humbur që filloi duke mos pasur minutat që ai dëshiron të ketë. Dhe është edhe një pikë tjetër shumë e rëndësishme për ekipin ton kombëtar, që shpresoj që tek Beşiktaşi do jetë një lojtar titular i padiskutueshëm dhe do jetë shumë e dobishme edhe për ekipin ton kombëtar. Patjetër. Riza, ndërkohë nga aventura tek Torino që zgjati vetëm gjysmën e sezonit, tani kalimi tek Beşiktaşi, si e shikon këtë vendim të Aslanit? Tani procesi kryesor këtu mbetet përshtatja me ekipin në cilin do të luash. Dhe mendoj që për karakteristikat që i ka Aslani apo dhe për pozicionin në cilin luat, përshtatja është një proces më i shpejt se sa i disa pozicione të tjera në fushë, sidomos po të jesh qendërmbrojtës, po të jesh sulmues kryesor, ndoshta përshtatja është më, ndërsa kur je lojtar central i mes fushës, dhe dymish që hyn shumë më shpesh në kontakt me topin dhe procesi i përshtatjes është më i mirë. Në raport me ndeshjen e parë, ajo njihet si mbi motivimi për të treguar potencialin tënd që në ndeshjen e parë për të mbyer tifozët me vete, edhe të gjithë stafin drejtues apo stafin drejtues të ekipit. Ndoshta kjo e ka çuar pastaj drejt marrjes kartonit kuq. Kështu që në këtë moment duhet të jesh i motivuar, por duhet të jesh deri në masën që mos ta cënosh pozicionin në fushën e lojës. Ndërkohë ti e njeh kampionatin turk sepse e ndjek vazhdimisht. Si të duket përputhja le të themi karakteristikave të tij si lojtar me unë e njoh nga 91. Okej. Nga eksperjenca jote e njohjes në këtë rast. E njoh shumë mirë. Nga eksperienca e njohjes, si të duket tani Beşiktaşi hyn tek një nga 3 skuadrat kryesore të Stambollit, po nga 4 skuadrat kryesore të kampionatit turk. Pra përveç 3 skuadrave të Stambollit, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, është dhe Trabzoni ku luan Muçi, të cilët përbën 4 e ekipeve kryesore të kampionatit turk, apo të futbollit turk në përgjithësi. Kështu që është në topin e ekipeve të Stambollit.
Por do të shpresoja që mos ketë problematika që hasi Muçi në këtë ekip. Se ndoshta vetë ekipi, vetë përbërja e ekipit mund të ketë problematika nga më të ndryshme që çojnë edhe pastaj në se thuash ngritjen e disa probleme që ndoshta ekzistojnë, por janë karakteret e lojtarëve që marrin pjesë atje, që përbëjnë organikën e ekipit Beshiktaşit apo ish trajnerit dhe ish presidentit që e drejtonin, që mund ta rrezikojnë këtë harmoninë që duhet krijohet në një ekip për të ecur përpara. Ndërkohë një tjetër lojtar i rëndësishëm i skuadrës shqiptare është Rej Mana, i cili sigurisht është sulmues i kombëtarës. Bëri një transferim, pra kaloi nga një ekip i Emirateve të Bashkuara Arabe, u rikthye tek një klub ku pati sukses në fakt në kampionatin turk, Sivasspor, tek i cili në fakt ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 7 asiste në 2 sezone që ka qëndruar aty, duke pasur performanca shumë të mira dhe tashmë në fakt u prit si hero nga videot që kemi parë që do t'i transmetojmë fakt edhe tani. Është pritur si hero në Turqi, duke qenë se në një farë mënyrë cilësohet si dhe shpresa e Sivassporit për të arritur që të mbijetoj në kampionat, po ashtu edhe ndoshta të synoj rikthimin në Superligën turke. Igli, Rej Mana është shumë i rëndësishëm patjetër për skuadrën shqiptare, por nga ana tjetër edhe vetë për rrugtimin e tij si lojtar është ende në një moshë që ka mundësi të bëjë akoma shumë mirë. Jemi pak a shumë në të njëjtat kushte siç folëm edhe për Aslanin. Rej Mana është shumë i rëndësishëm sepse është një nga sulmuesit kryesorë tanë dhe gjithashtu ka sjellë dhe një entuziazëm shumë të madh tek ekipi ku ka shkuar. Pra, ishte një transferim i cili solli një impakt të ri tek tifozët dhe të vetë klubit dhe të kushdo. E sollën si një afrim shumë të rëndësishëm tek pranë ekipit që militon. Kështu që patjetër që do ketë ato problemet e riardhjes aty, sepse kampionati turk po evolon në mënyrë të furishme. Siç edhe vetë Beshiktashi po e vuan të ndjeki, siç e përmendi. To janë dy ekipe në luajnë në dy liga të ndryshme. Patjetër. Por të dyja i gjithë kampionat, të gjithë Turqia po evolon në mënyrë të furishme në futboll. Patjetër. Dhe edhe Beshiktashi mezi po e ndjek hapin e këtyre tre ekipeve që janë tre ekipe tjera që janë shumë të rëndësishme. Prandaj transmetohet edhe ai presion tek lojtarët më poshtë. 30 gola në 2 sezone në eksperiencën e parë me Sivassporin, Riza. Sa impakt mund të ketë rikthimi i Rej Manaj tek Sivasspori në qëllimet që ka ekipi në këtë sezon? Ajo që bie tre qartas është që ekipi ka qenë i dëshiruar për të. Entuziazmi kur ky është kthyer nga tifozët është jashtëzakonshëm, por dhe ky e ka kuptuar që si thua kthehet në një farë mënyrë shpinën e tij. Tani thuash në kategorinë e dytë të Turqisë, pa një ligë më poshtë se Superliga turke. Vërtet është shumë e vështirë, sepse kampionati është shumë i fortë, shumë i ashpër, por që ai lojtar që ka një eksperiencë të tillë ka shumë më të thjeshtë që të luajë. Ndosë do t'i duhet që ky të jetë sulmuesi kryesor, ku ekipi nuk është në pozicione të mira për sa i përket lojës sulmuese, mund të jetë edhe një ngjashmëri me ndeshjen që ne do luajmë. Pra nëse ka problematika ku ekipi i Sivasit luan përgjithsisht në mbrojtje dhe shumë pas, do ta ketë vështirë ty të përballet me ekipe shumë të forta dhe loja sulmuese detyrimisht do të bjerë më shumë sy kur je i fortë, kur je sulmues race. Pra një nënç i deklaruar se ç'është Manaj. Kjo do ta ndihmojë atë të kuptojë edhe atë problematikën e ndeshjes që neve kemi me Poloninë në Poloni, ku ekipi kundërshtar do jetë luan fushën e tij, është ekip që ka organik më të mirë dhe është më organizuar, ndërkohë që ky do të jetë si thua i vetëm atje. Pra ngjajnë pozicionet pavarësisht se disniveli në cilësi është i madh. Do t'i kërkohen një të gjëra pak a shumë. Të bëjë repartin vetë. Ndërkohë Anila nuk është i vetmi lojtar që në fakt aderon në ligën turke, si të duket kjo, po themi, dashuri në farë mënyrë e lojtarëve shqiptar me futbollin turk, sepse janë dhe lojtarë të tjerë, sepse do flasim në vim, Tavlan Seferi, Qazim Laçi, Ernest Muçi po ashtu. Duke mos u marrë me aspektin teknik dhe detajet teknike, sepse kolegët tu në studio se dhe në aspektin kulturor jemi pak të gjashëm. I analizuan lojtarët tanë. Ajo që është e rëndësishme për gjithë ne është që këta lojtarë të kenë minuta në kombët e tyre, që të jenë sa më shumë të predispozuar për mirë në ndeshjet që ne kemi, sepse ne presim shumë. Pastaj për Rejin, mënyra se si u prit, ai është dhe nga Lushnja, unë jam nga Lushnja, ne kemi pak me për Rejin, mënyra se si u prit, kam përshtypjen që do t'i japi dhe atij entuziazmin për të dalë dhe të shpërthejë në lojën e vet, apo për më tepër edhe për gjithë shqiptarët tashmë Rej ka hyrë në historikun e futbollit shqiptar me golin shënuar kundër Serbisë. Po ashtu edhe për Aslanin, i cili duhet të ruaj formën e tij më të mirë. Juve thatë që
trajneri jon i ekipit kombëtar e kërkon dhe ka futur gjithmonë në formacion. Unë mbaj mend kur ne ishim në 2 ndeshjet në Çeki dhe pastaj në Gjeorgji, ku me golin e Aslanit ne erdhëm me pikët në shtëpi, ishte goli vetëm. Gjithë stadiumi për aq sa ishim patëm një entuziazëm të madh sepse ishin minuta të cilat na jepnin dhe atë frikën dhe pasigurinë, vinim nga një humbje nga Çekia. Kështu që forma e lojtarëve tan, kam përshtypjen për gjithë stafet teknike, duhet jetë e dura në mënyrë që ata të kenë një performancë për atë që ne të gjithë presim në këtë play-off të botrorit. Sigurisht. Ndërkohë flasim pak edhe për Muçin, i cili në fakt vijon të shkëlqej në Turqi dhe ka duke shënuar një gol edhe duke asistuar në fakt në ndeshjen e fundit në Kupën e Turqisë. Vijon forma e mirë Igli, një lojtar që tashmë është i konfirmuar, po themi për këtë pjesë të sezonit, duke qenë se shënon vazhdimisht, është deciziv edhe për klubin e tij sepse ka shënuar disa gola dhe të rëndësishëm, ndoshta edhe në minutat e fundit. Si e shikon këtë vazhdimsi të tij, nga transferimi nga Beşiktashi? Ernest Muçi një emër që ka ngjall debat goxha kohë të fundit në Shqipëri dhe në Turqi bashkë. Por e rëndësishme është që ai është kthyer në një futbollist shumë të dashur për ekipin ku ai po luan aktualisht. Është një figurë qendrore në atë ekip ku po luan. Ka një formë të jashtëzakonshme, shpresoj ta vazhdoj këtë formë dhe të jetë një opsion shumë i vlefshëm dhe për trajnerin tonë të ekipit kombëtar. Patjetër që është nëse ai është në formën e tij më të mirë, patjetër që kthehet në një element shumë të rëndësishëm për ne në radh parë dhe do jetë një figurë ku ekipi i Trabzonsporit do mbështetet, pa diskutim. I ka dhënë një rol shumë të rëndësishëm në fushë. Riza, ndërkohë Muçi në çdo gol që shënon fakt duket sikur shënon disa gola që ndonjëherë do i mungojnë kombëtarës shqiptare, le të themi. Pra ka një lloj specifike ndryshe nga disa lojtarë të tjerë. Sa mund të na ndihmojë ai në këtë? Ky është rasti i këtij goli, por ka shënuar disa gola nga goditjet standarde, sidomos ai në pothuajse afër flamurit të këndit të fushës ku mund të ekzekutojë, është shkalla e vështirësisë shumë e lartë të shenjit një goli. Nëse do të jetë në këtë formë, nëse do ketë këto mundësi, mund ta ripërsërisë golin të gjitha pozicionet standard që mund krijohen. Nëse do të luajmë me kombëtarin, ne do të jemi shumë të fituar nga pjesëmarrja e këtij informacion. Pra, di të them që ka aq shumë teknik në këmbët e tij, ka aq shumë ekzekutive të sakta nga ky lojtar, saqë ajo që na duhet se episodin do ta ndajë ndeshjen me Poloninë. Do ta ndajë loja, se nuk asnjëri nga ekipet nuk do hyjë për të mposhtur kundërshtarin. Po do hyjnë me mendimin e vetëm për të kualifikuar më tej. Kështu që këta lojtarë që kanë kaq precizion ose saktësi në goditjet e dënimit, besoj që janë të vlefshëm. Patjetër. Ndërkohë, po mbetemi përsëri në Turqi dhe Qazim Laçi vijon me ndihmën që i jep ekipit të tij dhe ka dhuruar një asist në ndeshjen e fundit, po ashtu dhe Taulan Seferi, i cili në fakt nuk është grumbulluar në ndeshjen e fundit me kombëtarin, por vijon të ketë performanca të mira me Bodrumspor dhe ka shënuar një gol. Igli, si shikon këto dy lojtarë? Qazim Laçi po ashtu është lojtar i rëndësishëm i kombëtarës, duke qenë se është pothuajse gjithmonë në formacion, është ai që i jep gjithmonë zemrën në fushë. Qazim Laçi është gjithmonë bazë e sigurt për trajnerin. Gjithmonë është ai lojtari i trajnerit që themi ne, është gjithmonë lojtari që jep maksimumin e tij dhe kam parë shumë qartë dhe ekipi ku ai po luan tash. Dhe janë 100% mbështetur tek ai lojtar. Patjetër që është shumë i rëndësishëm për ne, shpresojmë, unë nga Qazim Laçi shpresoj shumë që ai mos ketë asnjë problem fizik dhe shëndetësor dhe edhe personalisht jam shumë i sigurt ai lojtar. Ndërsa përsa përket Taulan Seferit, patjetër që ai ka nevojë që të rikthehet në atë vazhdueshmërinë e formës së tij, ta ruajë gjithmonë, ta ketë gjithmonë konstante dhe patjetër që edhe ai është në orbitën e ekipit kombëtar sigurisht, por trajneri gjithmonë ka bërë zgjedhje më shumë taktike sesa kur ka qenë grumbulluar Taulan Seferi. Ndërkohë Riza, Qazim Laçi, kalimi nga Sparta e Pragës në ligën turke, si të duket ky? Se duket sikur është adaptuar vërtet shumë mirë me kampionatin turk. Ka qenë i rëndësishëm edhe tek ekipi i tij. Njëjti raport, pra është pozicioni i cili e bën procesin më të shpejtë. Pra edhe një herë ky është lojtar central, është mes fushor i cili aktivizohet shumë, pra sa më shumë pasimet dhe kontaktet keshin ndeshje futbolli, aq më të shpejtë e keti procesin e përshtatjes me ekipin që sapo ka shkuar. Pavarësisht se ky ka më shumë se sa ka besoj një sezon që luan atje dhe procesi i tij ka kaluar tashmë. Por në këtë aspekt, shënimi i golave është një gjë që më bën përshtypje te ky. Pra ky shfaqet pothuajse si një lojtar
qendror në sulm deri brenda zonës së repsis. Kjo dhe fal përgatitisë lartë fizike që ka. Pra ai e vazhdon aksionin e mbështet ekipin, shkon deri brenda zonës së repsis dhe deri brenda zonës së vogël të 5 metrëshit. Ka shënuar gola. E thash, i përgatitur fizikisht jashtëzakonisht mirë. Kështu që gjithë këta lojtarë, Seferi është në listën e madhe të ekipit kombëtar. Në këtë listë bëjnë pjesë dhe lojtarë tjerë, të cilët dhe ata kanë ato performancat e tyre, ecurinë e tyre, personale në organizat. Unë mendoj që sa më i lartë jetë niveli i lojtarëve në kampionatin respektiv, aq më përgjegjshëm do të jetë trajneri për zgjedhur ata që i duhen. Po jo ata që janë më të mirët, por ata që i duhen për ndeshjen specifike për sa i përket raundit të parë play-off për Kupën e Botës US 2026. Ndërkohë kalojmë te një tjetër lojtar i rëndësishëm i kombëtarës shqiptare, në fakt transferohemi nga Turqia, shkojmë në Kroaci, Arber Hoxha, për cilin kemi folur shumë herë në programin ton, duke pasur gjithmonë performanca të mira me klubin e tij. Ka dhënë një intervistë ekskluzive për emisionin ton, për shkak të orarit sigurisht e kemi realizuar pak më herët, e ndjekim dhe rikthehemi në studio. Do të zhvillojmë një intervistë ekskluzive me sulmuesin e kombëtarës shqiptare, Arber Hoxha, i cili aktualisht luan për Dinamon e Zagrebit, i cili do të na tregojë disa elementë nga eksperjenca e tij me Dinamon e Zagrebit, po ashtu edhe do të diskutojmë pak në lidhje me shortën e play-offit të kombëtarës shqiptare. Përshëndetje Arber dhe faleminderit që je në këtë intervistë me FSHF TV. Përshëndetje Lenita, përshëndetje kombëtarja. Po kalon një nga momentet më të mira të karrierës tënde aktualisht me Dinamon e Zagrebit. Si po e përjeton këtë moment? Po është e vërtet që jam duke kaluar një moment shumë të mirë të klubi ku gjendem tani. Besoj që tani jemi shumë mirë ka edhe në renditjen tabelare dhe po vazhdojmë të rrit formën të ditën në fund. Besojmë që me vazhdu me këtë ritëm edhe besojmë që në fund të arrijmë objektivat e klubit pra që titulli kampion. Aktualisht jeni në kryesim në renditje me 44 pikë, duke krijuar edhe një distancë të madhe në renditje. Sa qetësi u jep ky avantazh? Po është të vërtet, sepse tani këto 2 ndeshjet e fundit i fituam dhe pra kundërshtari direkt, siç është Hajduku i Spikit, i humbit e dyat, ne arritëm që të shkputemi në Shkarpi. Nuk na jep asnjëherë qetësi, sepse e marr parasysh që Hajduku ka një ekip shumë të mirë. Ne duhet të shkojmë rrugën tonë dhe duhet të fitojmë ndeshjet pra që na dalin domethënë një nga një. Ndërkohë në Europa League keni siguruar fazën play-off dhe do të përballeni me klubin Genk. A e njihni si kundërshtar dhe çfarë prisni nga kjo ndeshje? Nuk e njohim si kundërshtar, por e dim që nuk ka ekip të lehtë pra në play-off të Europa Ligës. Ne kemi kohë tani të përgatisim ndeshjen, sepse kemi 3 javë deri te ndeshja e parë, por shpresojmë dhe besojmë te grupi që kemi që mund të arrijmë pra të shkojmë në rundin tjetër. Të uroj suksese në këtë aspekt. Ndërkohë flasim pak për kombëtaren. Goglat e play-offit në këtë rast na përballin me Polonin, një kundërshtar që në fakt ti nuk e njeh, por ndërkohë që kombëtarja shqiptare ka njohur. A ke diskutuar ndërkohë me lojtarët e kombëtares mbi këtë short? Po, flas me çunat edhe normal e dim që Polonia është një skuadër fort, pra dhe e ka një përparësi sepse lum para tifozëve të vet. Por ne nuk duhet të ndihemi asnjëherë inferior, se të marr parasysh që në lojna për kualifikim kemi bërë ndeshje shumë të bukura dhe besoj që te grupi dhe besoj që kemi arritur pra pse jo edhe kualifikimin tutje. Ndërkohë si e vlerëson Polonin si kundërshtar dhe si e shikon gjendjen aktuale të kombëtares polake? Normalisht, pra sepse kombëtara polake ka lojtarë shumë cilësor pra në radhat e veta, pra që luajnë në nivele shumë të larta. Por e ceka edhe më herët se asnjëherë s'duhet të ndjehemi inferior, sepse edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë, shumë lojtarë kualitativ dhe po rritemi dita ditët. Ndërkohë Shqipëria do ta luajë në transfer këtë ndeshje dhe në fakt mund të jetë ndoshta ndeshja më e rëndësishme e historisë së kombëtarës. A mendon se na disavantazhon pak fakti që luajmë jashtë fushës tonë apo nuk është një problem më tashmë për kombëtarët shqiptare të luash në transfer? Jo, nuk është ndonjë problem shumë i madh. Po normal që nëse kishim luajtur para tifozëve tonë pranë në Air Albanian, kishim qenë diçka ndryshe, se dim pra që te stadioni është domethënë stadioni i zjarrt, por nuk besoj që është ndonjë problem, pra sepse stadioni është i mirë, pra do të ketë shumë tifozë pra edhe nga ana jonë, edhe shqiptar atje. Edhe besoj shumë se mund të arrijë domethënë fitore.
Në fakt, ne jemi dhe përmirësuar shumë në aspektin e transfertave, Arbër. Kemi vënë re që edhe vitet e fundit kombëtarja shqiptare ka fituar shumë sfida, në fakt edhe në transfert. Nuk është pra një faktor psikologjik që ndikon tek ekipi fakti që ne nuk luajmë në Shqipëri. Po është e vërtet, besoj që tani edhe si luajtem domethënë në Albania, si luajtem domethënë në një stadion tjetër, besoj që nuk e kemi probleme si me parë për shembull. Ndërkohë, në rast suksesi ndaj Polonisë, Shorti na përball me fituesin e çiftit Ukrainë-Suedi. Si shikon këto dy kundërshtar? Ke ndonjërin të preferuar apo nuk ka rëndësi secili prej tyre? Janë të dyja sfida të vështira. Besoj që dy skuadrat kanë lojtarë shumë të mirë, edhe pse Suedia pranë kualifikime nuk ishte e mirë, po gjithë e dimë se ka një kvalitet jashtëzakonshëm në brenda vetes. Se di, domethënë cila mundet me konë më e mirë për neve. Në sfari duhet më fokusu të ndeshja parë, e pastaj nëse kalojmë ditën e parë, e shohim. Patjetër. Ndërkohë, në momentin e hedhjes së Shortit dhe kur e ke parë që Shorti na ka vendosur përballë Anglisë, përballë Serbisë, përballë Letonisë dhe përballë Andorrës, e kishe menduar që ne do të arrinim të ishim të dytët në renditje? Po, kam besu shumë prej fillimit, kam besu shumë sepse edhe si ceka dhe me parë, pra grupi ka shumë kvalitet edhe çunat janë të mirë, pra edhe që është më rëndësishme në futboll, pra atmosfera me na grupit është shumë e mirë. Edhe besoj që kemi arrit me këtë merit këtë kualifikim play-off. Ndërkohë, duke i parë paksa me radhë le të themi ndeshjet gjatë fazës kualifikuese të botrorit 2026, a ka pasur një moment specifik që ti besove që ndoshta ose një ndeshje kyçe që ti besove që realisht ne mund të shkonim në play-off? Pra ndeshja vendimtare, pra që fituam në Serbi, besoj që ka momenti më i mirë për gjithë ne, pra në aspektin personal, pra ishte fitoria më mirë në karrierën time. Edhe aty pra e pam që kemi kvalitet me vazhdu tutje. Ndërkohë, Arbër, beson realisht që ne mund të kualifikohemi në këtë pikë që flasim? Beson realisht që mund të kualifikohemi në botrorin 2026? Po, besoj shumë. Dhe urojmë që të ndodhi. Ndërkohë, ndërkohë është përfolur shumë për një transferim tënd të mundshëm gjatë janarit, ka pasur edhe diskutime në lidhje me ndoshta një transferim të mundshëm drejt Anglisë. Ka ndonjë risi në këtë aspekt apo është lënë gjithçka për në verë? Po, është e vërtet që unë kam pas disa kontakte nga klubet, por unë para rreth 2 muaj kam firmosur kontratën e re me klubin, edhe kemi rënë dakord që deri në muajin e gjatë, pra deri në verën e këtij viti nuk do të bëjnë ndonjë lëvizje, sepse duhet të arritim as pari objektivat e klubit, pra që është titulli kampion. Edhe shpresoj që mi ia dalë pastaj ulem me klubin edhe të vendosim për kartën time. Unë të uroj shumë suksese si me klubin, po ashtu edhe me kombëtaren dhe shumë faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste. Faleminderit shumë, i përshëndes. Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur një intervistë të sulmuesit të kombëtarit shqiptar Arbër Hoxha, i cili në fakt shprehet shumë optimist se ne mund të shkojmë në botror. Igli, je po aq të njësa Arbri? Jam besim plot që ne do jemi në botror dhe do zhvillojmë ndeshje dinjitoze me dy kundërshtarë që të radhës. Kjo më vjen edhe si pasojë situatës që është krijuar dhe ne diskutuam pak më parë, edhe vetë situata e Arbër Hoxhës është që ka pas një lumë kërkesash për transferimin e tij në këtë merkato, siç e tha dhe vetë, kështu që edhe lojtarët e tjerë janë një moment shumë të mirë, kështu që jam besim plot që ne do jemi në botror. Rizën e kam pyetur. Anila, ti si ke ndonjë ndjesi në këtë aspekt? Ka disa aspekte në fakt kur diskutojmë për kombëtaren dhe mënyrën se si shprehemi për të. E para është pjesa e anës teknike, lojtarëve në fushë që duhet jenë kushtet e tyre më të mira, pra ne të lutim Zotin mos dëmtohet asnjëri prej tyre, pra ti kemi të gjithë në formë. E dyta është mënyra se si punon trajneri Silvinho dhe stafi i tij, por edhe gjithë stafi i FSHF-s për kombëtaren, dhe aspekti tjetër është aspekti menaxherial shumë i rëndësishëm për kombëtaren shqiptare. Ne kemi parë gjatë këtyre viteve dhe kemi ndryshuar shumë për mënyrën si ka qenë më përpara dhe si organizohet tani. Çdo ndeshje e kombëtares apo që nga fillimi i procesit, pra që kur duhet grumbullohen, ku duhet të shkojnë, çfarë duhet bëhen, gjithë agjendat janë të përcaktuara fare mirë dhe nga pikpamja qoftë e komoditetit apo qoftë e aspektit financiar për të cilën ne si FSHF dalim garam nuk ka munguar gjë. Pra, kombëtarja shqiptare nuk i mungon asnjë gjë në rangun e kombëtarëve të vendeve të tjera të UEFA-s apo edhe
më larg FIFA-s. Në këtë aspekt, duke plotësuar gjithë këtë gamë për kombëtaren shqiptare dhe duke pretenduar fort që lojtarët tanë do të jenë në formën e tyre maksimale, ne të gjithë shqiptarët janë besim plot me shpresë do ta kalojmë të parën një herë të themi Polonin dhe pastaj të shohim për ndeshjen e radhës. Urojmë shumë. Fakt tani do të ndjekim një hapësirë të shkurtër publicitare dhe të rikthehemi për diskutuar për kampionatin e Business Superiore. Mirë kthyer në studio, tani do të fokusohemi tek java 22 e Business Superiore, e cila në fakt ka pasur rezultate shumë interesante, me Vllaznin e cila është shkëputur dhe tashmë kryeson renditjen me 42 pikë, me 3 pikë diferencë nga vendi i dytë Elbasani dhe më pas skuadrat tjera që tani në fakt do t'i ndjekim në një tabelë renditjen aktuale. Igli, Vllaznia me 42 pikë, Elbasani me 39 pikë, Egnatia me 39 pikë, Dinamo City me 34 pikë. Pra le të themi 4 shja që mund të luftojnë në një farë mënyre për Final Four. Si të duket aktualisht lufta për të marrë kryesimin? Patjetër që Katëshja është po ajo e cila ka nisur luftën që në fillim të sezonit dhe vazhdon të ndjekin njëra tjetrën ashpër. Por për sa i përket Vllaznisë, doja të thoja diçka që Vllaznia ka ndryshuar stilin e saj të lojës. Ndryshe nga fillimi i sezonit ku bënte presion lart, ajo është bërë shumë më cinike në këtë moment që po flasim dhe e ka nisur që nga janari me këtë lloj stili të ri loje. Dhe stafi po i merr frytet e kësaj gjëje të re, kësaj risie që ata kanë sjellë në ekipin e tyre. Por Vllaznia duhet patjetër të menaxhojë gjithmonë atë pjesën e euforisë dhe atë pjesën e kur vendosë gjithmonë në udhëheqje të garës, sepse gjithmonë këtu e ka pas problemin e saj edhe në vitet vazhdim, sepse gjithmonë vjen si pretendente. Ndërkohë do të diskutojmë përsëri për Vllaznin, po ndërkohë do të ndjekim një kronikë të përgatitur nga kolegu Renaldo Sinani dhe të kthehemi në studio. Java e 22 e kampionatit A Business Superiore u mbyll me spektakli dhe emocioneve të shumta, me fitore vendimtare, barazime dramatike dhe një garë për titull që bëhet gjithnjë më e fortë. Vllaznia regjistroi fitoren e 5 radhazi, duke mundur 1-0 te Utën e Nikodovana dhe kryeson tashmë e vetme me 42 pikë. Goli e Satmalës në minutën e 10 ishte vendimtar për shkodranët, që administruan avantazhin deri në fund. Hap fals për Egnatian, e cila unë poshtë në shtëpi nga Tirana. Bardhe Blut fituan 1-0 fal golit të Redon Gjigjës dhe ngjiten në vendin e 9 me 20 pikë. Ndërsa kampionët në fuqi nuk njohin fitore prej 4 javësh. Superndeshja e javës u zhvillua në arenën e Demave, ku Partizani dhe Elbasani u ndanë në një barazim spektakolar 2-2. 4 gola, penallti e humbur, kartoni kuq, tension, emocione dhe raste të shumta. Gjithçka që e bën një ndeshje të paharrueshme. Jonathan Lajthia ishte protagonisti absolut i sfidës, duke shënuar 2 gola për Elbasanin dhe duke siguruar një pikë shumë të rëndësishme në minutat e fundit. Verde Blut numërojnë tashmë 39 pikë, po ajsa Egnatia dhe vetëm 3 më pak se Vllaznia kryesuese. Në krahun tjetër, Partizani dominoi lojën, realizoi 2 gola me Skukën dhe Iskandarlin, përmbysi avantazhin e kundërshtarit, por nuk arriti të mbrojë fitoren deri në fund. 2 ndeshjet e tjera të javës u mbyllën pa gola. Në Air Albania, Dinamo City u ndal nga Bylisi, në një përballje ku Blut krijuan raste, por pa arritur të gjenë rrugën e rjetës. Një moment jo i mirë për Dinamon, që në 4 ndeshjet e fundit ka 2 humbje dhe 2 barazime, pa gjetur rrugën e rjetës. Pa gola u mbyll edhe përballja mes Vorës dhe Flamurtarit, një ndeshje e luftuar, ku vendasit ishin më kërkues, por u ndalën nga portieri Aleksovski, autori i disa pritjeve vendimtare dhe lojtari i ndeshjes. Pas javës së 22, Vora mban vendin e 7 me 25 pikë, ndërsa Flamurtari zbret në fund të renditjes me 19 pikë. Mirë kthyer në studio, në fakt vijojmë diskutimin për Vllaznin, 5 ndeshje, 5 fitore radhazi. Riza, thuhet që ekipi më i mirë me sulme më të mirë dhe me mbrojtje më të mirë mund të fitojë kampionatin, pra duhet të kesh sulme të mirë dhe mbrojtje të mirë për ta fituar kampionatin. Por në fakt Vllaznia ka dhe sulme dhe mbrojtje më të mirë, por në të njëjtën kohë po aq gola sa Vllaznia kanë posuar edhe Elbasani dhe Dinamo. Ne jemi në fazën që ekipi më i mirë ose 4 ekipet më të mira futën në atë play-offin e famshëm që quhet Final Four. Pra luajm deri për këtë fazë. Pastaj formula e ndryshuar do të tregoj se si dhe se sa special do të jenë qoftë ekipet, qoftë anëherët e tyre dhe si do ta
mundsojnë këtë Final Four të rregullore të re të Final Four. Pra do të luhet në sistem mini turneu, ku secili ekip do ndeshet me secilin. Kështu që në këtë aspekt është shumë e vërtetë që duhet të vish si një ekip triumfues deri në këtë Final Four, pastaj ka specifik tjetër. Vllaznia vërtet është një ekip sulmues sepse Vllaznia në traditën e saj ka sulmin dhe argëtimin e tifozave. Pra kjo është tradita e ekipit Vllaznis, dhe detyrimisht që sa më shumë sulmues të jesh, sa më shumë lojtar sulmues cilësor të kesh, aq më shumë gole shënon të gjitha gjërat vinin, sepse goli e sjell entuziazmin, goli sjell tifozin, fitoria sjell tifozin dhe njerëzit shkojnë në stadium për tu argëtuar. Dhe argëtimi vjen nëpërmjet lojës sulmuese dhe shënimit goleve. Shikoj, janë 6 ekipe në këtë javë që nuk shënon askush. Dhe nëse nuk do ishte ndeshja Partizani me Elbasani, që janë shënuar 4 gola, java do ishte edhe me Vakët. Tani në këtë aspekt trajnerët duhet bëjnë çmos që të përshtasin skema sulmuese në ekipet e tyre. Futbolli është një lojë që sido që ta mendosh e prodhon rezultatin. Pra edhe do fitosh dhe do mbasësh dhe do barazosh. Por nëse ti je gjithmonë sulmues, je gjithmonë agresiv për të bërë lojë sulmuese, do argëtosh njerëzit dhe të kthesh këta në stadium, sepse edhe këtë mangësi e kemi. Pra disa gjëra që shkojnë njëra pas tjetrës. Pra nëse ti nuk luan lojë sulmuese, është e vështirë të shënosh. Nëse nuk shënon, është e vështirë të vinë njerëz dhe ta pëlqejnë lojën. Se ndeshja mund të jetë edhe agresive, mund të jetë 0-0, po 0-0 ka një tingull tjetër. Dhe për Vllaznin janë shumë të rëndësishëm, në fakt tifozët kapi Flori shumë bukur. Tifozët janë të rëndësishëm për gjithë. Po Shkodra jeton me futbollin. Ndërkohë, një tjetër sfidë interesante e kësaj jave ka qenë dhe Partizani Elbasani, që në fakt edhe pse Elbasani ishte me 10 lojtar, duket sikur Partizani nuk ka doli dot që të merrte një fitore nga kjo ndeshje. Kishim dhe një penallti të humbur në fakt nga Elbasani. Si e pe këtë ndeshje? Ajo ishte fiks një ndeshje prej Final Four. Ishte një ndeshje midis dy ekipe shumë të forta, të cilat njëra të kërkon të ruajë pozicionin e saj, tjetra kërkon të jetë pjesë e Final Fourit. Dhe bën një ndeshje shumë të bukur, shumë të mirë, të luftuar me ndeshje cilësore. Për Elbasanin duhet të them që ajo që po bën nuk është aq e lehtë për tu arritur, sepse është një skuadër që ka ruajtur grupin dhe ka qenë brenda objektivave saj. Nuk është, theksoj edhe një, nuk është e lehtë të arrijë çdo skuadër atë që ka arritur Elbasani në këtë hark të shkurtër kohor. Ndërkohë Riza, një tjetër ndeshje shumë interesante ishte dhe Egnatia Tirana me fitoret e Tiranës që duket sikur pas merkatos janarit janë ringjallur bardhë blut apo jo. Një fjalë për ndeshjen që sapo cituat. Pra janë 2 pikë të humbura të Partizanit, sepse nëse kundërshtari është me 1 lojtar më pak, sidomos me portierin, dhe nëse ti je në avantazhin e 1 goli, pra rezultati është 2-1 për një pjesë të mbetur për 20 ca minutash, duhet ta mbrosh rezultatin, sepse je dhe në avantazh me gole dhe në avantazh me lojtar. Dhe është, domethënë, e pa shpjegbueshme, ndoshta jo, po diçka që nuk duhet ndodhi shpesh në futboll, që me 1 lojtar më pak shënon ekipin dhe të barazon në fund. Pra, minuta e fundit e lojës do të bësh çmos që të shmangësh rrezikun nga porta jote. Ndërsa Tirana u kthye tashmë në këto 4 javë të para të kësaj faze super e plot. Dhe ajo që më bën përshtypje, unë do ta them, sepse ka të bëjë me rritjen e shpejtësisë së lojtarëve të cilët ajo ka në organik. Pra nëse ka 5-6 lojtarë që janë pothuajse të gjithë të shpejtë, detyrimisht që do prodhoj lojë të shpejtë, do prodhoj kundërshtues në një prej tyre shënon gol. Por është edhe hapësirat që krijohen midis mbrojtjeve dhe mes fushave të ekipeve të cilat Tirana ka luajtur. Kështu që këto hapësira, ky gap i madh që krijohet aty mes fush, është një armë e fshehur e Tiranës, e cila e shfrytëzon me shpejtësinë dhe cilësinë teknike që kanë lojtarët e saj në sulm. Por edhe entuziazmi që ka krijuar, se ishte shumë e vështirë që brenda një kohe kaq të shkurtër ti të organizosh një ekip pothuajse nga e para, ti kesh ata harmonik dhe të marrësh edhe rezultatet, sepse mund të doj kohë. Pra ti do duhen 5 javë, 6 javë, 7 javë, po koha të pret, po të presin rezultatet. Pra koha dhe rezultatet duhet të ecin paralelisht, siç ka funksionuar për Tiranën në këto. Pra pikët që ka marrë në këto 4 javë, si ka marrë për 18 javët e 2 fazave të para. Kështu që është në rrugë mirë dhe kjo do ta zbukurojë edhe herë nga e para kampionatin.
Nga ana tjetër Rigli, një barazim me Dinamo City dhe Bylisit, duket sikur Dinamo vijon me një formë le të themi jo të mirë, sepse ka 4 ndeshje që nuk ka fituar dhe ndërkohë nuk ka shënuar asnjë gol. Dinamo në fakt po vuan ndjeshëm dëmtimet e lojtarëve. Janë 3-4 lojtarë të cilët janë të dëmtuar dhe fatkeqësisht edhe kur dublohen nga lojtarët e tjerë, ata nuk janë fiks në pozicionet e tyre që zëvendësojnë ta lojtar. Për Dinamo në fakt po shoh dhe një diçka tjetër që po vuan pak dhe atë euforinë dhe atë që pati mas fitimit të Superkupës. Duhet patjetër të zbresin me këmbë tokë dhe të përkushtohen siç e nisën kampionatin, sepse lufta shumë e ashpër nuk është aq e thjeshtë për të qenë aty dhe sidomos për të synuar objektivin që ata kanë fitimin e titullit. Nga ana tjetër, një tjetër barazim mes Vorës dhe Flamurtarit, Flamurtari që lufton le të themi për mbijetesë në Abisnet Superiore, si e pe këtë ndeshje? Një ndeshje shumë e luftuar, patjetër, pa diskutim që po, edhe për Vorën fakt duhet të them që është një surprizë shumë e bukur e kampionatit ton. Vjen dhe bëhet një faktor në Superiore që në vitin e saj të parë. Është një ekip që po punon shumë mirë dhe duhet të theksoj këtu që po punon shumë bukur dhe me akademinë e saj, ndërsa Flamurtari patjetër që ka qenë një ekip që ka pas lëvizje të shumta në klub, me lojtarët, me stafin, me çdo gjë dhe patjetër që duhet të gjej atë harmoninë dhe atë stabilitetin e tij si ekip për të qëndruar, edhe ajo objektivin ka për të qëndruar në këtë kategori. Po, duhet para edhe në javët në vijim se si do të shkojë. Ndërkohë, lëm më njanë anën taktike të Abisnet Superiore, si e ke para Nila këtë sezon? Ajo që më bën përshtypje dhe është pozitive, që është rritur tashmë, është prezenca e tifozëve në shkallët e stadiumit. Dhe ne e pam edhe gjatë kësaj jave, qoftë në ndeshjen Partizani me Elbasanin, apo qoftë Tirana e Gnatja, edhe Erolbenia, pavarësisht se jo në shumicë tifozët e Dinamos, ndoshta edhe për shkak të rezultateve që ka pasur Dinamo, ka pasur më shumë tifozë në shkallët e stadiumit. Dhe ne në FSHF jemi duke diskutuar shumë gjatë këtyre javëve të fundit për mënyrën se si mund të kthejmë besimin e tifozëve për të ardhur në stadium për të ndjekur skuadrën e tyre të zemrës. Kjo nuk bëhet vetëm nga organizmat, pra qoftë FSHF-ja, por bëhet në bashkëpunim me klubet dhe shumë shpejt do të nisim një proces tillë, qoftë edhe konsultimit madh me të gjitha klubet për gjetur format dhe mënyrat e duhura tashmë për te të gjitha prishmërive apo për te të gjitha debateve, sepse ka raste dhe ne kemi dëgjuar dhe s'mund të jemi naiv, qoftë edhe për akuza që bëhen shpesh, qoftë edhe ndaj arbitrimit apo sistemit VAR apo gjithkujt, por këto janë procese të cilat i kap loja dhe deklarata të cilave nuk u shmangesh dot, nuk i kemi shmangur asnjëherë, por do të përpiqemi në këtë aspekt. Në aspektin e infrastrukturës, ashtu sikurse edhe ne pam qoftë edhe nga kronika, tashmë ne shohim që ekipet tona të superiores janë duke luajtur në stadiume më të konturuara, më të mira, më cilësore dhe Federata Shqiptare e Futbollit ka pasur investime të shumta në aspektin infrastrukturar. Në aspektin e lojës, teknika apo taktik, secili nga stafet teknike të secilës skuadër e di vetë shumë mirë, por ajo që unë pash dhe më duk surprize kësaj jave, ndoshta kolegët këtu kanë të drejtë kur i marrin në analizë, ishte fitoria e Tiranës karshi mi kampione më fuqi siç është Gnatja. Pavarësisht se ndeshja për shembull e Partizanit me Elbasanin ishte shumë e bukur edhe për ne, prodhoi shumë emocione edhe për ne që e ndoqëm nga televizioni. Nuk më duk për shembull unë e pash në stadium ndeshjen Bylis Dinamo, nuk pata atë lloj emocioni në atë ndeshje, njësoj siç pash në televizion Partizanin me Elbasanin, por duket se kampionati tani kam vetëm duket dhe 14 javë nga përfundimi i gjithë kësaj gjë, duket se ka ardhur një sfidë, do të thënë është një fazë shumë interesante dhe pikërisht ky Final Four-i do të jetë përcaktues apo vendimtar, sepse vazhdojnë e luftojnë ekipet për të hyrë brenda kësaj zonës së Final Four-it. Unë kam dëgjuar përveç Partizanit që kërkon të hyjë në këtë kaçe,
por tashmë janë ngritur edhe pritshmëritë e tifozëve të Tiranës, që nuk e shohin shumë larg, pavarësisht se janë shumë larg. Mbetet sigurisht për të parë edhe emocionet që do të durojë dhe faza Final Four, por kemi akoma javë për diskutuar për A-Biznes Superiore. Ndërkohë kalojmë nga A-Biznes Superiore dhe të flasim për Asamblenë e Përgjithshme të Federatës Shqiptare të Futbollit, e cila do të zhvillohet në datën 16 shkurt, kur do të zgjidhet presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, gjithashtu dhe anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të Federatës. Riza, cila është rëndësia e këtij eventi të rëndësishëm? Zgjedhja e presidentës dhe presidenti është figura më e rëndësishme në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe detyrimisht që çdo 4 vjet bëhen zgjedhjet për ta zgjedhur si presidentin ashtu dhe Komitetin Ekzekutiv. Presidenti përpara një jave lançoi strategjinë e futbollit me objektivat e saj të qarta, çka do të thotë që edhe nëse presidenti garoni vetëm për postin e presidentit në Federatën Shqiptare të Futbollit, ai garon me objektivat e vëna. Ashtu si të dhe, se cili nga ata që të zgjidhen, se cili nga ata që punojnë këtu, garojnë me objektivat që Federata Shqiptare e Futbollit, presidenti i Federatës Shqiptare e Futbollit, ka vendosur për secilin nga personazhet. Që në këtë aspekt, edhe nëse duket sikur s'ka një garë, gara është ekzistuese, gara ekziston, ti do matesh gjithmonë me punën që bën. Pra nëse ke bën një objektivi duhet të realizuar se s'bën. Kjo është slogani ose morali i punës në Federatën Shqiptare e Futbollit. Nga ana tjetër, janë publikuar edhe emrat e 13 kandidatëve për Komitetin Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Disa prej tyre janë rikandidatura, duke përfshirë edhe Anila Bashën, por nga ana tjetër janë edhe disa kandidatura të reja. Pra, rikandidojnë për antar të KS në FSHF, Abdyl Kuriu, Anila Basha, Arben Dervishaj, Envi Hicka, Ervin Canollari, Gjergji Petro, Lutfin Uriu dhe Pano Xhixho. Ndërkohë kandidatura të reja, Armando Cungu, Blendi Fevziu, Edmond Hasenbelli, Erin Resuli dhe Geri Çipi. Mbetemi pak tek rikandidatura Anila, duke përfshirë edhe Jotja, nga ana tjetër ka edhe emra të rinj të cilët mund të shtohen Komitetit Ekzekutiv. Gjithmonë kur vjen puna e rifreskimit, riformatimit apo ndryshimit, gara ka emocionet e veta dhe është krejt normale për gjithë secilin prej nesh. Ne dje patëm mbledhjen e fundit të Komitetit Ekzekutiv të themi të këtij 4 vjeçari apo të themi kësaj legjislaturës tonë, ku përveç se pam në vimësi të gjitha materialet që do të kalojnë në Asamblenë e Radhës që do të mbahet në 16 shkurt, pam edhe raportin përfundimtar që është paraqitur tashmë të gjithë antarëve të Asamblesë që do të jenë prezent. Dhe ajo që më duhet ta evidentoj dhe ta them me të madhe është se nga strategjia jonë futbolli për kombin tek Vision to Victory, ne shohim një strategji në 4 vite që ka qenë, të themi, pjesën më të madhe të saj, mbi 90% e suksesshme dhe e plotësuar. Le ta marrim me kombëtaren, kualifikimin Euro 2024 dhe tashmë play-offi botrorit janë suksese të mëdha. Vajzat e kombëtares tonë mbetën në Ligën B dhe ky është një arritje apo sukses. Në aspektin edukativ apo trajnimet, qoftë me Elite Youth Academy, por qoftë edhe me të gjitha kurset që organizohen brenda Federatës Shqiptare të Futbollit nga sektori i edukimit këtu, janë shtuar dhe prezenca e personave të përfshirë në gjithë këtë industri është rritur po ashtu. Nuk kemi lënë pas dore pjesën e grassroots apo fëmijëve, nuk kemi lënë pas dore investimet që kanë qenë kryesore të themi në gjithë këto vite. Kam vazhduar me të njëjtin intensitet projektet tashmë prej 3-4 vjetësh uniforma ime topi im dhe vazhdojmë të kemi edhe projekte të reja të cilat po i bëjmë qoftë me UEFA-n, qoftë edhe me FIFA-n. Një gjë që ne harrojmë gjithmonë ta përmendim, por Federata Shqiptare e Futbollit është tashmë një partner kaq besueshëm për UEFA-n, saqë pjesa më e madhe e kompeticioneve ndërkombëtare vinë dhe organizohen në Shqipëri. Këtë vit kemi konfirmuar 13 turne ndërkombëtare. Eksakt. Në vitin e kaluar më duket kemi pasur 15, më përpara kemi pasur diku o 14 o 16, nuk e mbaj mend, por për vit ka ardhur ky numër duke u rritur dhe kjo çka sjell? Jo vetëm ata na besojnë për infrastrukturën që kemi krijuar tashmë, po sjell edhe më shumë futbollistë, qoftë djemve, qoftë vajzave, stafeve të tyre, familjarve, tifozve. Do të organizojmë Euro 2021-in, organizuam Euro 2017-ën. Pra ka qenë një
4 vjeçar dhe mbi të gjitha presidenti ynë u zgjodh zvëns president i UEFA-s, i pari në një post kaq të rëndësishëm në historinë edhe të futbollit shqiptar, kështu që 4 vjeçari i kaluar, të themi, ai që do të mbarojë në 16 shkurt, ishte një histori suksesi e shkruar në Federatën Shqiptare të Futbollit. Shumë nga bazat janë vendosur dhe shumë nga pillars, pra nga dokumentat kryesore, nga shtyllat kryesore, janë të hedhura. Kjo nuk do të thotë që puna jonë do të mbetet këtu, sepse ka shumë akoma për të bërë në vazhdimsi, nuk do të thotë që ne do ta lëmë projektin Uniforma ime apo Topi im, apo do të lëmë projektet që kemi për vajzat e djemt, qoftë edhe në për shkolla, për organizimet e tyre, sidomos në nivelin e të rinjve, sepse nga aty do të marrim futbollistët tanë të së ardhmes, përveç se ne gjuajmë dhe skautojmë kudo në botë ku janë futbollistët tanë, por ajo që do të vazhdojmë më tepër do të jenë investimet. Ne duam që futbollin shqiptar ta çojmë në nivelin, dhe ne pranuam këtë gjatë kohës kur lançuam strategjinë Vision to Victory, që duhet ta pranojmë vendi që në raport me popullsinë dhe me ata që luajnë futboll kemi më pak fusha futbolli, pra apo fusha stërvitore për edukimin e brezave të rinj. Kështu që synimi jon i 4 vjeçarit të ardhshëm do të jetë padyshim edukimi dhe infrastruktura, përveç gjithë pjesës tjetër, sepse duhet kuptojmë pa një terren kaq të plotësuar dhe kaq të mirë menduar dhe kaq të detajuar. Ne ditën e dieshme kaluam edhe buxhetet, të themi buxhetin e 2026-s që e kaluar më përpara, por edhe projekt buxhetin që do ja paraqisim asamblesë zgjedhore për vitin 2027, pra ne e dim shumë mirë çfarë synimesh kemi, çfarë të ardhurash kemi, çfarë shpenzimesh kemi dhe ku duam të shkojmë. Dhe pjesa jon e investimeve në infrastrukturë dhe në edukim mbetet parësore në gjithë procesin e vitit tjetër. Lidhur me kandidaturat, të gjithë kolegët, unë personalisht falenderova dje për gjithë të bashkëpunim 4 vjeçar që kemi pasur, sepse edhe unë vi nga gazetaria, fusha e sportit ishte një gjë e re, por pavarësisht kësaj mendova se kam dhënë maksimumin tim për të dhënë një qasje ndryshe, qoftë me futbollin e vajzave, qoftë edhe me PR-in e Federatës Shqiptare të Futbollit. Duhet ta kuptojmë që Federata Shqiptare e Futbollit është federata, të themi, më e organizuar brenda gjithë federatave që kemi, që funksionojnë në sistemin shqiptar, dhe vetë numri i madh i eventeve që ne organizojmë në javë, numri i madh i njerëzve që ne angazhojmë në sportin ton, na bën aq të rëndësishëm dhe më të rëndësishëm se sa të tjerët. Patjetër. Duke mbetur përsëri tek zgjedhjet e datës 16, presidenti Duka është kandidatura e vetme nga 33 antar të federatës. Riza, një rikandidatur, vijon përsëri strategjia, gjithë ideja edhe koncepti që është për futbollin shqiptar. Ka diçka që ne nuk mund ta fshehim, domethënë ka të bëjë me menaxhimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Federata Shqiptare të Futbollit nuk është një institucion kaq i kollajshëm, kaq i lehtë për të menaxhuar, dhe për këtë arsye kërkon ekspertizë. Dhe presidenti Duka rezulton të jetë një nga ekspertët më të mirë që ka prodhuar Shqipëria për sa i përket menaxhimit të Federatës Shqiptare të Futbollit. Nuk është as pak e lehtë të menaxhosh klubin e futbollit, të menaxhosh futbollin në përgjithësi është shumë e vështirë. Kështu që unë mendoj që kandidatura, edhe pse është vetëm presidenti, nuk ka asnjë lloj problematike, do ishte mirë që dikush të ngrihej në nivelin e presidentit për të kandiduar përballë tij, për aspektin menaxherial, për mënyrën se si të menaxhosh dhe çfarë objektiva shmbi objektivat e lartë që ne kemi vënë. Pra, Federata Shqiptare e Futbollit ka vënë objektiva super të lartë. Tani që të kandidosh kundër këtyre objektivave duhet të kesh një plan të mirë menduar dhe objektiva shumë herë më të lartë që të rëmbesh votuesit me vete, që janë ata që votojnë në asamblenë e përgjithshme. Këtë aspekt nuk shoh, por mendoj që vetë objektivat janë një kandidim i vërtet. Pra ti kandidon me objektivat që i ke vënë vetes. Do thotë që unë kam dhënë këto objektiva, këto janë kaq lartë, ne do arim këtu, se nuk është e thjeshtë që Shqipëria nesër pas nesër do marrë pjesë, se unë shpresoj shumë që Shqipëria do hyjë në kampionatin botror Amerikë 2026.
A është ky një objektiv i paramenduar, a është shumë i lartë si objektiv, a rrihet thjeshtësisht jo, por do shumë punë, pra do shumë menaxhim, me këtë aspekt unë besoj që ne jemi në rrugën e dur. Patjetër, sigurisht do të flasim për Asamblenë e Përgjithshme Zgjedhore të Federatës Shqiptare të Futbollit edhe në javën në vijim, ndërkohë e çojmë fokusin tek një event shumë i rëndësishëm që është zhvilluar nga Federata Shqiptare e Futbollit, dhe më saktë nga Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë, një turne Futsal Junior, i cili në fakt është në vitin e 3 të realizimit. Igli, si shkoi gjithë organizimi, sa ekipe ishin pjesëmarrës, se cilat grup mosha morën pjesë? Ishte një aktivitet spektakolar, i cili është era e tretë që ne zhvillojmë. Është një aktivitet shumë i rëndësishëm për zhvillimin e fëmijëve në aspektin teknik, në aspektin psikologjik, në aspektin fizik, në gjitha aspektet dhe komponentët që ndërtojnë ata si futbollistat të ardhmes. Është një aktivitet i cili u zhvillua me 48 ekipe dhe morën pjesë rreth 500 fëmijë në këtë aktivitet, të cilët u ndanë në 3 grup mosha, U9, U11 dhe U13. Është jo të gjitha ekipet, duhet thënë, ishin të Tiranës, kishte ekipe edhe nga jashtë Tiranës, madje kishin edhe nga jashtë vendit. Shpresojmë që të rritet akoma më shumë ky lloj bashkëpunimi me gjithë ekipet e tjera. Kemi nisur një bashkëpunim dhe me SHRF-t e tjera të vendit ton, dhe që në turneun e ardhshëm do kemi dhe pjesëmarrjet e ekipeve dhe do kthehet në një turne kombëtar. Patjetër që është traditë, sepse tu do kaloni te niveli i federatës pastaj. Tu patjetër. Në nivel e federatës jo, po domethënë në aspektin lokal e organizuar për rrethin e Tiranës. Po thirrë të tjerë pastaj i kaloni federatës organizim. Ata kërkojnë të bëhen pjesë e turneut. Nuk është se i thrasim ne. Ne thjesht organizojmë turneun dhe gjithë ekipet që janë të interesuara aplikojnë për të marrë pjesë në këtë turne. Është shumë e rëndësishme nga ana teknike, siç e thash më parë, sepse marrin pjesë fiks lojtarët e parë të grumbulluar në për ekipet përfaqësuese që ne organizojmë nga drejtoria teknike. Pikasën, dhe jam pikasur një sër emrash të rëndësishëm që do jenë direkte pjesë e grumbullimeve që do bëhen përsëri nga drejtoria teknike e FSHF-s në për qendrat rajonale. Kështu që është një turne shumë i dobishëm për zhvillimin e futbollit të fëmijëve. Patjetër. Ndërkohë do të ndjekim një kronik të përgatitur me një intervistë të dhënë nga sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Rajonale të Futbollit Tiranë, Ardian Haçi, do të rikthehemi në studio. Në vijim të asaj që kemi deklaruar dhe më parë, ky ishte edicioni i tretë. Brenda 2 viteve janë zhvilluar 3 edicione të këtij aktiviteti. Ky është pjesë e një programi prej 5 vjetësh që ne kemi organizuar për të zhvilluar këtë lloj futbolli dhe shumë aktivitete të tjera në nivelin e futbollit amator. Aktiviteti ishte një sukses shumë i veçantë, morën pjesë rreth 48 ekipe, në një numër total fëmijësh 500 fëmijë në të gjitha federatat evropiane dhe ballkanike. Ky është një aktivitet i njohur tashmë dhe është pjesë e çdo federate. Aktualisht qëllimi ynë është jo vetëm që të zhvillojmë të fëmijët teknikisht, sepse ky është pikërisht futbolli i cili zhvillon shumë teknikisht, por edhe ta pasurojmë më tej dhe të mundemi që kjo të bëhet një pjesë shumë e gjerësishme e futbollit në Federatën Shqiptare të Futbollit. Kemi ndjekur kronikën e Ardian Haçit, i cili fliste për rëndësinë e këtij eventi të turneut Futsal Junior, tha që është një element shumë i rëndësishëm i strategjisë së zhvillimit të Federatës Shqiptare të Futbollit në lidhje me fëmijët. Po patjetër, sa më shumë fëmijë, aq më e madhe është baza e lojtarëve që do marrin pjesë në futboll dhe aq më e madhe është mundësia që ne të përzgjedhim lojtarët më të mirë. Kështu që në këtë aspekt, për sa i përket muajit janar, detyrueshme është që sepse është muaj i ftohtë, qoftë dhjetori, qoftë janari apo dhe shkurt, që fëmijët luajnë në sallat e mbyllura në pallatet e sportit. Që kjo lojë t'i japim atyre mundësi e para mos smuren, por dhe e dyta të kenë mundësi të luajnë këtë futbollin në salla, i cili të përgatitur teknikisht mirë, të bën të kuptosh se çfarë është presioni i afërt i kundërshtarit. Edhe në këtë aspekt ata lojtarët detyrimisht që kënaqen me lojën e futbollit, argëtohen me lojën e futbollit. E shoh këtë edhe si një të shkuar. Për shembull kur luaja unë futboll, detyrimisht shikuar ka qenë shumë
shumë e keqe, shumë e ashpër moti në këtë që quhet në periudhën e dimrit dhe fushat e servitjes tona të asaj kanë qenë të tmerrshme. Kështu që ishim të detyruar dhe ka pasur raste dhe me muaj të tërë ne bënim servitin palestër, qoftë duke aplikuar skema të ndryshme në futboll, por edhe sportet e tjera alternative, dhe basketboll, voleboll dhe kështu, dhe çuditërisht në këto momente loja e ekipit të Tiranës asaj kohe ka qenë fantastike. Në këtë ditë ta kujtoj. Pra është një e mirë që i vjen karrierës së një futbollisti ose formës aktuale të një futbollisti. Anila, mbetemi përsëri tek rëndësia që jep Federata Shqiptare e Futbollit fëmijëve në këtë rast. Pjesë e strategjisë sigurisht edhe të zhvillimit të futbollit në Shqipëri. Si e shikon rëndësinë e kësaj moshe? Kjo ka qenë dhe mbetet dhe do të jetë, do të vazhdojë. Edhe është pjesë e diskutimeve tona të përhershme. Qoftë edhe në planet e mbështetjes, qoftë në planet e incentivimit për vajzat e për djem, apo mënyrën se si duhet t'i afrojmë sa më shumë fëmijët duhet falenderuar shoqata rajonale e Tiranës për gjithë organizimin e këtij kompeticioni, i cili i dha jo vetëm emocion fëmijëve, po edhe prindërve që ndoqën fëmijët edhe mësuesve, gjithë profesorëve të edukimit fizik që janë marrë me trajnimin e tyre, por edhe vetë emocionet e fëmijëve. Padyshim, ne themi gjithmonë, çfarë duhet bëjmë në FSHF? Pra, do flasim vetëm për masivizimin, apo do flasim pastaj edhe për profesionalizmin. Kur flasim grassroots dhe kur flasim fëmijët, ne kërkojmë që sa më shumë fëmijë, pra masivizimin e sportit ton, sa më shumë fëmijë të jenë të angazhuar në lojën e bukur të futbollit. Pastaj e rëndësishme është të arrijnë brenda palestrave të mbyllura, apo mjediset që shfrytëzohen, apo dalin për hapësira jashtë sallave, kjo pak rëndësi ka për momentin, përsa kohë që ne duhet vazhdojmë në paralel të investojmë në infrastrukturë, sikurse thash, dhe sikurse e patëm edhe premtimin nga Ministri i Sportit Blendi Gonxhe për të vijuar sidomos në Tiranë, ku kemi pasur një situatë të themi bllokuese, ndryshe nga rrethet e tjera, për të marrë terrene dhe për të investuar me projektin ton shumë të rëndësishëm 100 fushat. Kështu që përveç masimizimit nëpërmjet fëmijëve, kërkojmë pastaj ato talentet e nesërme, të cilat spikaten nga profesorët, nga trajnerët, nga drejtoria teknike, për të marrë dhe për të trajnuar më gjatë, pse jo, edhe në atë akademi aq të bukur që ne kemi bërë, Elite Youth Academy, të mbështetur totalisht nga Federata Shqiptare e Futbollit, ku fëmijët kanë një mundësi më të mirë për të parë karrierën e tyre në vijim. Kështu që fokusi te fëmijët do të jetë si për djemt, ashtu edhe për vajzat, edhe në 4 vjeçarin e ardhshëm. Sigurisht, ky është një lajm shumë i rëndësishëm, në fakt, për gjithë ata të cilët duan të shohin fëmijët të përfshirë në sportin e futbollit. Shumë faleminderit Anila Basha, Igli Mumajesi, Florian Riza si për herë. Ne do të shihemi të mërkurën tjetër me lajmet më të fundit nga bota e futbollit në Shqipëri. Mirupafshim.